Zotësani keni ardhur sërish në banorët e fshatit Qafshkall para dyerve të bashkisë Belsh për problematikën e banorëve të kësaj zone. Po, patjetër, ne jemi përsëri këtu me kërkesë të banorëve dhe në mbrojtje të interesit të tyre, sepse kërkojmë me patjetër që tokat e tyre t'i takojnë atyre. Ne këtu kemi edhe listat e tapive të vjetra të emrave të banorëve të Qafshkallës, pra, që të cilët demonstrohet se ato toka i takojnë atyre. Përveç kësaj, gjatë gjithë kësaj periudhe, ata me zë kanë ardhur, kanë kërkuar, kanë pretenduar që këto toka t'i bëjnë tyret, pra me mbështetjen e bashkisë sepse e din që i takojnë atyre, nuk janë dëgjuar. Akoma kemi një kërkesë tjetër të protokolluar në Bashkim Belsh, e cila daton 30/4/2021, në të cilën banorët kërkojnë pra që tokat që i punojnë, tokat që i takojnë, ti jepen atyre me të drejtat plota edhe ti gëzojnë ato. Banorët, si që shikoni, janë shumë të revoltuar, sepse atyre po i mohohet pra të punojnë dhe të jetojnë tokat e tyre. Ne do të ndjekim këtë edhe ligjërisht, patjetër, sepse ekzistojnë pra shkresa edhe kërkesat protokolluara në Bashkim Belsh për t'i përfituar ato në mënyrë të drejtë, duke paguar taksa e gjithçka tjetër, por në këtë rast nuk kjo është mbrojtje interesi, edhe janë përdorur pra këto makinacionet që janë dhënë në mënyra. Ka kaluar disa ditë nga protesta e shkuar. Kanë marrë banorët një përgjigje apo një reagim nga ana e kryetarit të bashkisë? Jo, banorët nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Në fakt ne ku ishim herën tjetër e thamë që pra të kërkojmë sqarime dhe mbështetje. Është shumë e rëndësishme mbështetje për të atë ditë që dhe kryetari i bashkisë ju bashkua pra banorëve dhe të protestës së qelloj që erdhi këtu, u mundua vetëm ta anashkaloj përgjegjësinë duke thënë që atë nuk e kam unë, atë nuk e bëj unë, por ndërkohë një gjë është e sigurt, tokat e lira i ka dhe i ka pasur në menaxhim bashkia dhe për t'i sinjalizuar edhe për t'i dhënë pra koncesionin apo për të deklaruar që janë të lira për kthim kompensimin, që këtu qëndron problemi, sepse në atë rast ai duhet të mbronte interesat e bashkëfshatarëve të tij për t'i dhënë atyre të drejtën ligjore që ato t'i gëzonin dhe t'i punonin pronat. Doli me atë idenë që ishte ajo 2013, por nuk është e vërtet. Ajo certifikata është e vitit 2018, ne ja kemi dhënë juve. Në mënyrë të detajuar, do t'ju kalojmë juve ndoshta edhe më vonë të gjitha këto lista ku rezultojnë pra banorët e fshatit Qafshkall pronë, ajo tokë është pronë e këtyre njerëzve të deklaruara, pavarësisht pastaj që kush është ndarë dhe kush nuk është ndarë me ligj, që atëherë apo dhe gjatë kohës, ato nuk i kanë takuar kur këtyre njerëzve edhe më në fund i heri dhurata, pra që nuk kanë të drejtë më të qëndrojnë atje, aq sa siç ndodhi, përdorën dhe policinë edhe me forcë për t'i dëbuar që atje. Lutem. Okej. Atëherë banorët sot, gjithë ata që janë prezent këtu, kanë firmosur një peticion të cilin do ta dorëzojnë bashkisë, do ta protokollojnë post sot, në mënyrë që atyre ata të sqarohen dhe t'i kthehen pronat, dhe çfarë është më e rëndësishmja është që për një javë ose në ditët në vazhdim nuk duhet të ketë incidente midis atyre që e pretendojnë dhe banorëve të fshatit që e kanë dhe e punojnë pra
prej më shumë se 20 vitesh. Shumë e rëndësishme të theksohet që të mos ndodhin incidente midis banorëve që kanë tokat e tyre dhe kush e pretendon ose si ka ndodhur, mos të ketë probleme midis njerëzve. A të dëgjojnë protestat? Patjetër, nuk do ta lëmë kaq. Kemi thënë edhe herën tjetër, edhe banorët janë jashtëzakonisht vendosur që tokat e tyre duan pra t'i gëzojnë vetë, t'i punojnë vetë, edhe do t'i vazhdojnë protestat. Mënyrat do jenë tani ligjore. Pra, po protokollojmë shkresën e peticionit dhe presim një përgjigje pozitive për të sqaruar këtë situatë dhe mos t'i kthehemi më fare. Faleminderit. Kemi ngritur dhe herë tjetër të problem. Nuk kemi marrë asnjë lloj përgjigje. Aktualisht për tokat, që i kemi të mjellura, po këto po na marrë edhe kullotën. Unë kam 70 krenë lopë. I kam të gjitha terrenit. Kur kryeministri e gjithë to thonë që shtoni baktin e Blegtorin, këto po na i myllin rrugët. Ku t'i çojnë 70 kokë lopë? Si e mendoj kryetari bashkisë? Me heq kullotat me avon dikuj nga Tirana që as far as fistu. Ne jemi të rritur, të lindur me ato toka. Nga gjyshrit deri te neve. Edhe ne kështu do e lëm. Fëmijëve. Unë kam 2 fëmijë në Kurbet. Një e kam hequr. E kam këtu. Edhe tjetrin të pa të bë për këtu. Po kështu do dërohemi që t'i dhe unë tani. Ti shes lopët, baktit, nëse besojnë të vinë të verifikojnë, ose të regjistruar në drejtori bujqësisë, me matrikull me të gjitha. Jeni të braktisur nga ana institucioneve dhe a keni besim te drejtësia në Shqipëri? Jo, as edhe herë. Nuk kam besim fare. I drejtohemi të ikim jashtë shtetit. Me të mëdhenj dhe le bëj thirrje të gjithë. Si fshat, neve nuk do votojmë nëse nuk jepet zgjidhje. Nuk do votojmë. Ti dhe kryeministit. Ti gjej se çfarë bëhen këtu. Du ta sjellë spagun ti ndjeki këto se nuk është vetëm ky problem, çu bëjnë këto. E para, e dyta, vetëm ne e dim. Po, të tillë raste është edhe fshati Shkoz. Është dhe rasa. Po këto njerëz nuk e dinë. Unë e di se edhe këto njerëz mund të vun hekat mu policia që më çojnë në Cerrik. Atëherë u mor vesh se çfarë bëhesh në çfarë shkallë. A jeni të zhgënjur? Shumë. Kam i jetë, unë sjell Kurbetin. Këtu kam punuar. Tani u mush kupa, nuk më Faleminderit. Keni ardhur sot sërish para dyrëve të Bashkisë Peç në mungesë të një përgjigje. A prekeni nga kjo gjë që është duke ndodhur në fshatin Çafshkall? Po, normal që preken. Jo unë, po edhe këta që janë këtu, edhe të tjerë që s'ndodhen këtu, s'kan marrë vesh gjë. Preken me padrejtësi, se këto janë prona që janë trashëgim bes pas brezi, janë pronë e gjyshit, pronës të gjyshit. E të vit dikush tjetër ti marri të prona, kur ne kemi mjell 20 vjet, i kemi mjell në lloj. Kjo është e padrejtë. Nuk mund ta lejojmë këtë gjë që të vit ta marrë dikush tjetër. Se nuk e kemi problemi me fshat, ne kemi probleme të huaj. Vit dikush tjetër të marrë pronën tonë, pronën e gjyshit tonë. Kjo është kjo. Si do t'ja bëni pas daljes nga tokat tuaja, kur nuk do të keni më mundësi të mbillni apo do të merrni prodhimin e ullinjve? Po nuk dalim neve, çështë do dalim ne. Kjo është prona jon. Aty s'ta nxjerr njëri. Ai që pretendon të marrë pronën, s'ka pse ti marrë, s'është jona. Me ligj, pa ligj, e drejta ligjit ç'o thot. Ke 20 vjet, pa lojm trashëgimi. Se trashëgimia që ka trashëgimi. 20 vjet që përdorim ne. Atëherë ligji ç'është thot? 20 vjet nuk i takon atij që e përdor. Pse të heqim mas ligjit apo jo? Ç'o thot ligji? Pse ta heqin ne të japit tjetrit? Kështu që ne nuk largohem në ato. Sido që ta kemi bërë me ata, neve nuk të hiqim. Çfarë masash do të merrni nëse nuk do të ketë një përgjigje apo edhe një masat do të shohim gjatë rrugës. Gjatë rrugës do merren masat, nuk unë do të them kaq, ato toka nuk merren kullaj. Sa më pranë e gjyshit bes pas brezit. Kaq. Kaq i them. Se në sot jam i revoltuar. Faleminderit.